Mbrëmja e dieshme në shtëpinë e Big Brother VIP solli një nga momentet më të ndjera të këtij edicioni, teksa largimi i Gimbos nga loja la pas një boshllëk të dukshëm, sidomos për Selin. E prekur emocionalisht, ajo u shfaq e tërhequr dhe e trishtuar, duke reflektuar qartë lidhjen e fortë që ishte krijuar mes tyre gjatë qëndrimit në shtëpi. Në këtë atmosferë të ngarkuar emocionalisht, mbështetja për Selin nuk mungoi, madje erdhi fuqishëm nga jashtë. Vëllai i saj, Giovanna, reagoi publikisht në rrjetet sociale, duke i dedikuar një mesazh të gjatë dhe plot ndjenjë, i cili menjëherë tërhoqi vëmendjen e ndjekësve dhe fansave të spektaklit. Në postimin e tij në Instagram, ai nuk kurseu fjalët e mëdha për motrën e tij, duke e cilësuar Selin si mbretëreshën e vërtetë të këtij edicioni. Me një ton të vendosur dhe krenar, ai theksoi se ajo është e vetmja që meriton fitoren, duke shtuar se pavarësisht përpjekjeve të tjerëve, ajo nuk do të bjerë kurrë poshtë. Ka vetëm një mbretëresh. E vetmja që meriton fitoren, mundohuni sa të doni, por ajo kurrë nuk do të bjerë poshtë, shkroi ai, duke e bërë të qartë besimin e tij të palkundur tek forca dhe karakteri i saj. Mëtej, Giovanna vuri në pah një aspekt shumë të rëndësishëm të rrugëtimit të Selin në shtëpi, qetësinë dhe qëndrueshmërinë. Sipas tij, forca e saj nuk qëndron tek zhruma apo përplasjet e forta, por tek mënyra se si ajo ka ditur të ruaj veten dhe dinjitetin në çdo situatë. Ai nuk nguroi të thëmboj edhe dinamikat brenda shtëpisë, duke nënkuptuar se shumë prej banorëve zgjedhin të humbasin veten për hir të lojës. Në kontrast me këtë, ai theksoi se Selin ka zgjedhur një rrugë tjetër, atë të autenticitetit. Në një vend ku shumë humbasin veten për lojë, ajo ka zgjedhur të mbetet vetvetja. Nuk ka nevojë të ulë të tjerët për të shkëlqyer, u shpreh ai, duke e vendosur theksin tek vlerat që ajo përfaqëson. Sipas tij, Selin është më shumë se sa një konkurrente. Ajo është simbol i dinjitetit, guximit dhe një force të brendshme që nuk thyet lehtë. Një karakter që nuk ndërtohet për kamerat, por që del natyrshëm në situata të vështira. Njerëzit harrojnë fjalët, por kur nuk harrojnë karakterin, ishte një tjetër frazë që rezonoi fort me publikun, duke përmbledhur filozofinë që ai beson se motra e tij përfaqëson. Mesazhi përmbyllet me një deklaratë të fuqishme dashurie vëllazërore, e cila preku zemrat e ndjekësve dhe u shpërnda gjerësisht në rrjet. Selin nuk është thjesht një konkurrente, ajo është arsyeja pse kjo lojë ka kuptim. Të dua dhe do të dua gjithë jetën. Ky reagim jo vetëm që i dha forcë Selin në një moment të vështirë, por gjithashtu i kujtoi edhe një herë se përtej lojës dhe kamerave, qëndrojnë lidhje të vërteta njerëzore që i japin kuptim çdo rrugëtimi.